Dhe dëgjon këtë hadith dhe interesant që transmeton Imam Tirmidhiu në Sahih Ahmedi nga Abdullah ibn Omeri që tha pejgamberi Allahut, ai i cili e tërheq petkun e tij zhag, Allahu nuk e shiqon ditën e Kiametit. Ai që i bën pantollët zhag, i bën pantollët, i shkel pantollët zhag, shkurtoj. Si mos kishe lek në moj, 100 dinarë më shkurtoj. Pse zhag? Pra të bëpëdon neve këtë në kanë do thonë këtë prap. Gratë i kanë shkurtu punët, burët i kanë zgatë pantollët. Kurse është e kundërta. Pejgamberi Allahu ka thonë mi shkurtu. Me si shkurtu pa petkun. Ai i cili e tërheq zhag petkun ka thonë Allahu nuk e shiqon ditën e Kiametit. Se kjo api mendje madhësisë. Nëse api mendje madhësisë është gjuna i madh. Se ka njëri për mendje madhësisë, po ka met për mukajet. Edhe kjo sa shmirë. Omer ibn Khattabi apo pejgamberi Allahut ishte në shtatin e vdekjes, ka thonë kur erdhi një njeri dhe e tërheq këtë petkun zhag. Dhe pejgamberi Allahut i ka thonë, apo Omeri, ka thonë, u kujtohet se cili petin, po i ka thonë ngreje petkun, shkurtoje petkun. Se kjo është më e dashur për Zotin tanë dhe më e pastër për petkun tanë. Më e dashur për Zotin tanë. Allahu e don që të burrat që shkurtojnë pantollonat e tyre. Veshjen e tyre ta kenë shkurt, mos ta kenë në zogin e kamës. Për kjo është sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë rasti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Omeri tha kur tha pejgamberi Allahut se Allahu nuk i shiqon ato njerëz që i tërheqin petkët e tyre. Seleme, kur e pejgamberit Allahut ishte aty dhe tha mendoj se por ne shka bot puna neve grave, që ato i bajshin zhak. Mantillin e bajshin zhak që mos i duken themrat, këput, të vëdhon që i komët. Ka thonë Resulullah për neve, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju e zgatni një plom. Dhe la spjegojmë një plom, spikun. Se ta shpim mbele i modi një plom. A këmëta. Ka thonë ja Resulullah, Selem, ka thonë ja Resulullah, nëse ne zgatmi vetëm një plom, nëse zgjatmi vetëm një plom, në duken themrat, në duken komët, atëherë tha pejgamberi Allahu zgatni një krah, diplom. E pikun, ka thonë dietar, disa kanë thonë pite mesi kërceli, disa kanë thonë pite zogi i komës, koci, ashtë i komës, që është i dalë, pi që ati një plom, diplom. Mandilin ku që kështë me kejtë, fustoni ku ta kepsh, një plom apo diplom më gatë. Disa ka thonë një plom apo diplom prej ku prek themra në tokë. Pra gratë e muslimanve i bajshin gatë që ku ta ngreje komën mos me du koma, se këtë koma është avret bashkohur, ma i një gjerata o zëllor se ftira nuk është avret. Në kojnë për Amerit Allah të edhe themra ishtë avret. Cëlla është pa fitne, a ftira themra. Me zbulu njënin i themër t'i konë në këpëton me thu shkup me pa nusën ti, edhe viç me qite jo themrën me pa, a kështë martu tjetë. Apo fitiren, do në me pa më ftira apo në themër.